Të nderuar teleshikues, sonte në emisionin Parrotlla ndër të tjera do të ndiqni cilat janë planet e Ali Ahmetit për të fituar edhe një herë zgjedhjet parlamentare në Maqedoni. Çfarë bashkëpunimi ka ai me qeverinë e Maqedonisë? Ai janë realizu premtimet e partisë Ali Ahmetit për kombin shqiptar në Maqedoni gjatë mandatit të kaluar. Çfarë përgjegjësie ka Ali Ahmeti në mandatin e kaluar qeverisës me Gruevskën dhe cilat janë premtimet e tij për të ardhmen? Të gjitha këto sonte do i ndiqni në një rrëfim ekskluziv me kryetarin e BDI-s Ali Ahmetin, të cilin emisioni Parrotlla ka qenë dhe e ka takuar atë në fshatin e tij të lindjes në Zajaz të Maqedonisë. Pra në vazhdim, të nderuar teleshikues, ndiqni rrëfimin ekskluziv të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Sonte u kemi sjellur një rrëfim krejt ndryshe, një rrëfim krejt tjetër, disa pjesë tjetër se Ali Ahmetit, të cilat opinioni nuk i njeh më parë. Po e fillojmë bisedën me një pyetje të cilën ja kam parashtruar Adem Demaçit. E kam pyet Bacin Adem kur edhe çka të ka shty me hyn politik. Edhe më thotë që nana ime ka qenë motori kryesor që më ka nxitur në këtë drejtim, thotë që ka marrë një letër, kam shkruar emrin Adem Demaçi, kam dalë në bashkë edhe e kam kall Adem Demaçin. Duke qenë se erdhem prej monumentit të një nane shqiptare, po du me të pyet edhe ty fillimisht, gjithmonë është një piknisje kur ke filluar aktivitetin tan anti-jugoslav. Çka të ka shty më marrë me ata aktivitet? Është mëse e vërtet që hapësira që të rrethon, në hapësirën ku jeton, të imponon edhe përcaktimin ideor, edhe përcaktimin që rrugë do të ndjekish. Dihet që ne kemi lindur në rrethana në pushtim. Dhe që në familji kam dëgjuar nana shqiptare, kam dëgjuar edhe vaj të nanave shqiptare për djemt e tyre, për të afërmit e tyre që janë prarë në për lufta, janë zhdukur pa gjurmë për fronte të ndryshme, jo vetëm këtu ku kanë jetuar, po edhe jashtë hapësirave ku kanë jetuar shqiptarët, që i kanë arrestu, i kanë dektiz, qoftë në Srem, qoftë në Banat, qoftë edhe në Sofje, deri edhe në Selanik. Domethënë që këto biseda, këto kujtime, lanë edhe gjurmë tek i riu. Kështu që kemi rënë tani në kontakt në gjimnaz edhe me adhëtar që sillnin literaturë nga jashtë. Një shumë të thjeshtë që aso kohë një pjesë e braktisën Gurbetin, po bashkë me braktisjen e Gurbetit sollën edhe literaturë patriotike, punonin këtu si Mullin Gjisi, kështu. Dhe këtu është edhe nisma që ne u përcaktuam, u angazhuam, por për të marrë format më të fort, më të organizuar, është Universiteti i Prishtinës, me çka ky tempull na mblodh nga të gjitha anët, u njohtëm më mirë me njëri tjetrin, binim në kontakt me lëvizjet ilegale. Lëvizja ilegale sigurisht edhe ajo na kërkonte neve për zërimin e radhëve. Aso kohë kontaktet e para janë vendosur me
Azem Cyllën, një mësues që ishte në malishef të Drenicës. Tani kemi vazhduar me Bajram Kosumin, Merxhanat Dylin, e pjesë e lëvizjes studentare që merreshëm me organizim. Dhe kështu që kjo situatë kulmoi, lulëzoi, tani sigurisht ngjarjet e vitit 81 nuk janë ngjarje që erdhën spontanisht. Janë ngjarje të përgatitura, janë ngjarje që dikush i përgatiste, për shembull, në krye të këtyre ngjarjeve, apo motivues të këtyre ngjarjeve kanë qenë si Jusufi, Kadriu, dhe më vonë që ne kuptuam që një lidhje ishte në mesin e këtyre njerëzve, ka qenë Ydajet Hyseni, Mehmet Ajrizi, shumë revolucionare, patriotë të tjerë. Tani do më thëmë ju e mbroni mendimin që ngjarjet e 81-shit nuk kanë ardhur spontanisht, kanë qenë të organizuar sepse një pjesë e pro-Jugoslavëve thonë se ato i kishte përgatit Beogradi qëllimisht me i stopu proceset e mira që po ndodhin në atë kohë në Kosovë? Më vjen keq, por unë kam patur një debat shumë të fortë me zotin Mahmud Bakalli pas përfundimit të luftës Kosovës. Nuk e di a e kanë atë incizim disa gazetarë, sepse zoti Bakalli e mbronte atë teorinë se ne ishëm shumë mirë, kishëm filluar ato lëvizjet përparimtare në drejtim me Shqipërinë. Ngjarjet e vitit 1981, unë po e them përsëri, është lëvizje organizuar. Diçka mund të thuhet që ka patur shumë grupe, ka patur organizim shumë të fortë, grupet nuk kanë patur përplasje njëri me tjetrin, të gjithë kanë patur një kauz, më thot, dhe kërkoheshte në çdo kohë që sa më shumë grupe që të bashkohen, aq më të fortë do të jemi në organizimin e rezistencës, demonstratave, të kërkesave të politike. Për shembull, një shembull po u sill juve, më thot, me aratisjen, me burgosjen e Azem Cyllës, me burgosjen e Bajram Kosumit, dhe burgosje tjera që u bon. Ne vazhduam në kërkim e sipër për të forcuar lëvizja studentore, lëvizja e organizuar, dhe ne na gjeti Recep Mala, do thot, si grup i organizuar. Dhe me rënjën e kontakt me Recep Malën, ne u bëm edhe më të fortë, do thot, Femilla Adrovci, Shabashala, Recep Mala, Nuhi Berisha, filloi zgjerimi akoma i radhëve të pazbuluara nga pushtuesi, dhe e forta është që lëvizja kombëtare, shqiptare, që shpërtheu në vitin 1981, ruajti kontinuitetin deri në organizimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe lëvizjes rezistencës armatosur të kombit shqiptar në territoret e ish Jugosllavisë. Thot, rënja e Recep Malës sigurisht ishte një humbje, por ishte edhe një mobilizim për radhët e organizuara, por edhe një shembull se ma përfundoi koha që ne duhesht të ngrisim durët dhe të na vendoseshin prangat.
por çdo njëri që organizoheshte duhej të llogarisë mirë, se duhet të vijë deri tek rezistenca e armatosur dhe asesi të shtrihen durët për para prangave. Dhe kë shembull e vazhdoi Afrim Zhitia, Fahri Fazliu, pavarësisht që ishte një humbje e madhe për radhët e organizuara. Por ama kështu lindi ushtria qeverimtare e Kosovës. Dhe që mund të shihet, nuk e di, u karasis ndonjëherë të analizoni. Asnjë fotografi nuk ka nga këto periudha, derisa ka përfunduar lufta në Kosovë. A thot, lëre që janë ruajtur shokët, por as dokumenta, fotografie nuk ka, sepse që të gjithë kujdeseshëm për njëri tjetrin. Dhe asnjëri nga ne nuk ka qenë i pajisur me librezë antarësie. Kemi bërë një betim, dhe ai betim është bërë me 3, 4 maksimumi që ka mund të jetë. Dhe kjo ka qenë ajo që e ka ruajtur kontinuitetin. Se po të kishën filluar në përsallë dhe po të kishën filluar për të bërë dokumenta për arkiva, sigurisht nuk do kishëm ardhur deri tek një përfundim i suksesshëm siç erdhëm në vitet 97, 8, 9 dhe 2000. Mirë, të ngjarjet e të Nishës po më intereson me e qartësu një diçka për mendimin tim jashtëzakonisht të rëndësishme. Po të shikosh të gjitha dokumentat e asoj kohe, proces verbalet, aktakuzat, udhbeja edhe gjyqjet në atë kohë, gjykatësit, gjithmonë grupet ilegale i kanë akuzu si grupe irredentiste, nacionaliste, anti-jugoslave që luftojnë për shkatrimin e Jugosllavisë dhe për bashkim me Shqipëri. Në asnjë akt akuz nuk akuzohen ju si grupe ilegale si Enverest. Tani, kjo kosta e titistëve, kosta që ka qujtë për krenari vetën si kombi Jugoslav, pse edhe gjatë luftës, edhe para luftës, po dhe tash si kur e kanë qu kokën hava, dhe grupet e juja ose liderët e asoj periudhe ju akuzojnë si Enverest, ku është qëllimi këtyre akuzave? Denigruse. Çfarë denigrimi? Pse ne jemi rreshtuar për liri të popullit tonë, pse ne jemi rreshtuar në vijë ku mund të humbje edhe jetën, kemi rrezikuar rinin dhe familjet, kemi rrezikuar të ardhmen, kur them të ardhmen si individ, por ne nuk e kemi vendos në plan të parë të ardhmen personale, por kush do jetë e ardhmja e komunitetit, kush do jetë e ardhmja e shqiptarëve, dhe nuk hym në këto lëvizje dhe në këto veprimtari të rrezikshme për grada e për ofiqe dhe për të ndërtuar karrierë. Por sigurisht kemi hyrë me qëllimin më të lartë, të sigurojmë lirinë për popullin që ne i kemi takuar. Dhe tani, sigurisht vitet 80 kanë qenë vite shumë interesante. Jugoslavia e Titos ka qenë oaza e paqes, oaza ku lulëzonte demokracia, dhe kështu propagandoheshte në qendra ndërkombëtare të vendosjes. Duke patur këto vlerësime, Jugoslavia nga qendra ndërkombëtare të vendosjes, sigurisht që mjeti më i mirë
për të mos gjetur ne përkrahje nga komuniteti ndërkombëtar, kush ishte mjeti, do i akuzojmë për separatist, do i akuzojmë për nacionalist, do i akuzojmë për enverist, sepse Shqipëria aso kohë ishe izoluar dhe ky do ishte suksesi i politikës së Beogradit, edhe të dënoj shqiptarët, edhe të paraqes si element planprishës, destruktiv, pranë qendrave ndërkombëtare të vendosjes. Dhe unë po them që edhe ka patur sukses në këtë drejtim. Dhe duheshte që shumë punë për të bërë, për të bind komunitetin ndërkombëtar që ne jemi në të drejtë, dhe mendoj që kulmi që bëri kthesat dhe që komunitetin ndërkombëtar të reflektoj dhe të rishiqoj dhe ripozicionohet për pozitën e shqiptarëve në Ballkan, ishte momenti kulmor i sakrificës së madhe të familjes Jashari, Adem Jasharit, Hamzës. Është rast mbase edhe i veçantë që nuk ka ndodhur kërkund as në Ballkan, as në Europë, po as edhe në ndonjë kontinent tjetër. Dhe këtu ky rast trokiti thellë edhe në ndërgjegjen kombëtare, po edhe në ndërgjegjen ndërkombëtare. Mirë, po për të ardhur tek ky moment, sigurisht shumë gjenerata kishin punuar përpara, shumë gjenerata kishin sakrifikuar. Nuk është punë e vogël. 25 vite burg, Adem Demaçi. Është punë e vogël, del Recep Mala nga një burg i rënd me vojtje të mëdha, vetëm si mysafir që ndron në shtëpi dhe i kthehet organizimit dhe punës aty ku e ka lënë, për të vazhduar deri në realizimin e plot të idealeve për të cilat ideale ai është përcaktuar dhe kishte sakrifikuar. Mirë, do bim të një moment, besoj shumë i rëndësishëm që ju ka bën një goditje nga ndoshta më të randat lëvizjes ilegale kombëtare të asoj kohe në nëntorin e vitit 1985. Arrestohen gjitha trevat shqiptare të ish Jugosllavisë, ose trevat shqiptare nën ish Jugosllavit, jem kështu më i saktë në terminologji, dikun rreth 413 veta. Arrestohet Femilla Drovci, Idris Hyseni, Elmi Zejka, plot Shaban Shala, nga Struga arrestohet Tahiri, Tahirhana, Karonat kohën bërë. Tahirhani, Fatmir Ibrahimi nga Tetova, Bajram Limani nga Kumanova, A ka qenë Pashu Maksuti nga Kërqova. A ka qenë një goditje e madhe kjo për lëvizjen ilegale? Është mase e vërtet që çdo goditje, Edhe ku keni qenë ju në atë kohë? çdo goditje ka qenë e dhimbshme, çdo goditje ka patur pasojat e veta, edhe përpara 1985-s, por 1985-a ishte vërtet një goditje e rëndë, sepse u goditën të gjitha qendrat në hapësirën shqiptare, dhe thot u goditën komitetet e rretheve. Unë në atë periudhë kam qenë ilegal. Thot, jam arratisur 1984 dhe në fund të 84-s
përsëri jam rikthyer në Kosovë, sepse kështu ishte edhe vendimi që përkohësisht të dalë, të komunikoj me shokët jashtë, me qendrën jashtë dhe të rikthehem përsëri. Kështu që në atë periudhë është jam kujdes shokët e mi, thot Femi Ladroci, Shabani, Shaban Shala, Tahir Ani, Gjavit Aziri, të cilin edhe sot e kërkojmë, i zhdukur pa gjurmë prej 98-ës, gjatë luftës, Bashkim Mazreku, dhe pasi janë kapur shumë lidhje me shumë grupe në atë periudhë, 84, 5, intensivisht u punu, sepse me rënjen e Regjepit dhe të Nujut, sigurisht e kishte patur një shkëputje të lidhjeve. Dhe gjithë 84 dhe gjysma e 85-ës u punua për rivënjen në lidhje, në kontakt me ato forca që kishën mbetur të pa zbuluara. Dhe kjo ndodhi, u mbajtën disa konferenca, u bën disa aktivitete, në këtë periudhë u vra edhe Patriotizia Shemsiu në burgun e CZ-s Beogradit, u shpërndan me mira trakte, me mira parola, do thot, krahas lidhjeve që ziheshën, që kontaktonin, bëheshën edhe veprimtari kundër pushtuzve. Kështu që në qershor, diku maj qershor, tani jam larguar sërish me vendim të komitetit, të organizatës, deri në Milano më ka përcjell Femi Ladroci. Nga Milano tani dolën shokët e Zvicrës, daja im Haziviliu, dhe hyra në Zvicër. Diku në nëntor, tani bëhen arrestimet. Sigurisht që arrestimet janë bërë në sajet të përcjelljes, në sajet të vëzhgimit që ka bërë forcat e UDBA-s jugoslave, që si shërptor kanë qenë edhe shumë shqiptar që përcjellin. Sigurisht janë shfryzuar të gjitha ato lidhje, sigurisht lë gjurmë për të kapur një lidhje të humbur, për të vënë kontakte të reja, sigurisht lë gjurmë. Dhe pas gjurmëve kanë arrestuar edhe një pjesë bukur të madhe të udhëheqjes në qendër edhe në rrethe. Ka qenë goditje e rëndë, kuptohet, por nuk na likshtoi. Dhe përsëri kemi rifilluar edhe ato pjesë të shkëputura, përsëri të riaktivizohen. Në 89-ën përsëri merret vendim për të ndihmuar shokët në Kosovë. Vendimi miratohet nga qendra. Tani futemi brenda për të ndihmuar Ajdin Abazi edhe unë. Kemi ngrit struktura, është mbajtur disa mbledhje konsultative, është mbajtur edhe mbledhja për konstituive për gjithë organizatën në Drenicë, në vendin pikrisht ku më vonë u instalu shtabi përgjithshëm të Gjaneza, Nezir Zogaj. Ai ka qenë
në Divlag, Gjaneza ka qenë një koqiri dhe ka përgatitur të gjithë konferencën. A ka marrë pjesë në mbledhje dhe Abdul Krasniqi, Baci Abdul, apo në mbledhjen tjetër? Abdul Krasniqi mbledhjen e ka drejtuar Fadil Vata, Afrim Shitia, Abdul Krasniqi edhe unë. Në thot kemi drejtuar mbledhjen. Ka patur... E kështë taku Bacin Abdul ma para, për ishte takimi fizik i pari në atë mbledhje? Baci Abdul ka ardhë për para konferencës, jem takuar edhe 3-4 herë tjera, sepse kishte zhvillime shumë të mëdha për para se mbahet konferenca, dhe të ishën ngjarjet me minatorët, do thotë të gjitha këto kanë qenë të motivuara, të organizuara nga ne kanë qenë. Do thotë lëvizja studentore, të gjitha takimet që bëheshin në sallën sportive, nëse e keni parasysh tek sipër mezës studentave, aty drejtonte një pjesë, drejtonte të seancave të Afrim Shitia, një pjesë të seancave me studentët i drejtonte Fadil Vata. Dhe tani nga organizimet ktheheshin në bazë, bëheshin analizat, shtypeshte edhe gazeta lajmtari i Liris, minatori në nder të minatorëve, thotë shok tani ishën bashkë me minatorët në Mitrovicën, se u kujtohet, është periudha e 80, mbarimi i 88-s dhe fillimi i 89-s. Kështu që Bacin Abdul Krasniqi e kam takuar, thot, përpara konferencës dhe me letra dhe shkrime e kisha njohur edhe më herët përmes Fehmiut dhe tani përmes Gjevës dhe djalit të tij Selajdinit, i cili më dërgonte të gjitha punime që një pjesë e punimeve të bëtoheshin në zërin e Kosovës. Ata është dukur pak si në për legjenda ai komunikimin mes Gjevës dhe Fehmiut në burg? Është nasa e vërtet që ashtu edhe është, jo vetëm atë duket, po është legjend, është legjend. Diçka po thuaj se pa besueshme. Dhe mbase nuk dua që të përsëriten. Këtë momenti kur Fehmiu i thot Gjevës, tash jam dënu, martohu, vazhdoj jetën dhe kjo vendos me u bë nuse. Ajo është situatë që zgjon emocion. Edhe nuk thash rastisht që s'dua të përsëriten, se janë ngjarje të dhimbshme janë. Për shembull, Fehmiu i dënuar me burg shumë të lartë. Bëhet fejesa, bëhet martesa, dhëndri në burg, nusja vjen të shtëpia, e pret babatush. Këto janë ngjarje që nuk e dia ka poet dhe shkrimtar që penda e tij mund t'i përshkruaj. Duhet me qenë një shpirt shumë i madh shkrimtare e poeti. Atë kanë pyet fëmijët e tu nga njëherë, tash po flas në rolin e prindit. Për shembull, vajzat e mia, i kam 3 vajza, më dëgjojnë me shumë vëmendje kur ju spjegoj ngjarje, histori të shokëve të mi, të shoqeve, për shembull, se si një shoqe jonja e përbashkët dhe shok janë feju edhe në martu në burg, Vezire Maloku, për shembull. Është ngjarje shumë interesante. Sarjev kam tregu fëmijëve të mi rastin e Gjevës dhe të Fehmiut, tani që kemi bërë dhe film për atë. Është shumë interesant që ju ngjall emocione fëmijëve tonë, po thuj se ndoshta më shumë se sa neve.
Fëmijët e mi e kanë njohur shumë nga afër fëmijën edhe gjevën. Edhe shokët të tjerë që nuk janë, Iliasin, Abedinin, dhe kanë komunikuar, kanë bërë edhe lojra, sepse fëmiu dinte të organizojë edhe lojrat me fëmijë. Kalon në kujtesën e tyre një figurë që para ata akoma jeton, por që e kanë vërritur her pas herë, sepse kanë edhe incizimet, u përlotën edhe syt, sepse kanë kujtimet dhe ata janë të ri, sigurisht kujtimet i kanë edhe të fresta dhe ashtu në freski i ruajnë. Vajza një herë mu drejtua, tha, babi, ku e keni gjetë forcën, fuqinë e mbrenshme që asë njëherë nuk jeni dorëzuar? A ka mundësi të më shpjegosh? Dhe do është të kërkoj një definicion. Thashu s'kona, liria është mbi të gjitha dhe aty e kemi gjetë burimin, aty e kemi gjetë frymëzimin. Sepse s'ka forcë tjetër që të mban shpirtin gjallë. Shumë është folë, shumë është spekulu, edhe nga njerëzit që kanë qenë akter të drejt për drejt të themelimit të UÇK-s, ose janë zmadhu gjonat, ose ju ka heq merita dikuj. A ekziston ndaj dokument, a ekziston ndaj vendim, a ekziston një diçka që mundesh me thonë që ky është vendimi me këtë numër protokolle kur është themelu ushtria çlirimtare e Kosovës? Ka datë, do thot kur është e martuar ushtria çlirimtare e Kosovës, do thot ka proces verbal, ka shifër se si do të quhet në komunikim me mbrënda ushtria çlirimtare e Kosovës. Të gjitha këto janë të shkruara, të gjitha këto janë edhe me datë, janë në arkiv të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Në çdo kohë, apo kur t'i vije koha, edhe do të publikohen. Tash me mëzon cila ditë ka qenë, çfarë date ka qenë, vendi ka qenë në Arau të Zvicrës. Do thotë që prezent kur është e martuar, kur është analizuar dhe vendosur që tani më është momenti për të dalë në sipërfaqe, si ushtri çlirimtare e Kosovës, ka qenë prezent, nëse s'gaboj, pjesa shumica e kryesisë, do thotë kryetar ka qenë Fazli Veliu i Lëvizjes Popullore të Kosovës, nën kryetar ka qenë Muhamet Kelmendi, sekretar ka qenë Emrush Xhemali, për mbledhje të mjeteve të resurseve ka qenë grumbullim të resurseve ka qenë Gafur Elshani, Gjavit Haliti dhe unë kemi qenë sektorin e veçantë ushtarak që kemi përgatit dhe kemi punuar. Besoj që s'kam harruar ndonjë antar në momentin kur është marrë vendim me u kriju. Me u emërtu, jo me u kriju. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte e krijuar dhe unë nuk heq dorë nga kjo bindje e imja. Ne vetëm se i kemi vu një emër. Si do e quajmë tash të gjithë këtë dhe mos lejmë hapësira për manipulime, por të strukturojmë edhe më mirë radhët
dhe të vendoset struktura komanduese ushtarake. Kjo ka qenë dhe për këtë ushtri qytetarët të Kosovës janë me mia, mos them që janë mbi 2000 punime shkencore, studime, gjithë ushtrisë jugoslave, gjithë formacioneve të jugoslave, që i janë përpunuar në detaje, me informacione shumë të konfirmuara, me informacione shumë të sakta, dhe është përpunuar strategjia e zhvillimit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës përpara se të emërtohet. Dhe strategjia ka qenë, zona 1 ka qenë Kosova, zona 2 ka qenë Macedonia, zona 3 ka qenë Luina e Preshevës, zona 4 ka qenë Mali i Zi, zona e 5 ka qenë Europa, Amerika dhe Australia. Si do veprohet në zonën e parë, si do veprohet në zonën e dytë, si do veprohet në zonën e tretë, të katërt, të pestë. Ne nuk kemi shkuar në stike dhe anarkiste, por të përpunuar, të studiuar me general nga më të mirët. Më thotë që ne kemi mbajtur mësime dhe shkollime. Një pjesë e kuadrove që kemi qenë gati mbi 4 vjet ne kemi kryer shkollimin edhe ushtarak. Tani jemi në fushat zgjedhore në Macedoni, është fushat edhe për president edhe zgjedhjet parlamentare. Pse partia juaj BDI-ja i keni bojkotu zgjedhjet presidenciale? Ne nuk bojkotojmë. S'keni marrë pjesë? Ne nuk kemi kandidat në këto zgjedhje. Ne kemi një strategji dhe platformë për të dalë nga situata e deri tanishme, që gjithmonë është kontestuar nga një pjesë e komunitetit, zgjedhja e presidentit. Ne kemi propozuar që të dalim me një kandidat që do ketë përkrahjen e 2 shumicave, edhe shumicës maqedone, edhe shumicës shqiptare. E kemi vënë si ide në tavolinë për ta biseduar palët. Për këtë ide unë kam biseduar edhe me partitë politike shqiptare, që kam kërkuar përkrahjen e tyre, sepse nuk është ide vetëm në të mirë të Bashkimit Demokratik për Integrim, por është ide në të mirë të gjithë shqiptarëve, që njëri nga funksionet më të larta të shtetit, siç janë presidenti, kryeministri dhe kryetari i parlamentit, t'i takojë komunitetit shqiptar. Dhe tani më është koha që ky hap duhet bërë. Komuniteti, përfaqësues të komunitetit maqedonas nuk kanë qenë të gatshëm që të bisedohet dhe me bisedu, po me ofru ndonjë zgjidhje të pranueshme, edhe për ne nuk ka patur gatishmëri. Kështu që ne nuk do dalim në zgjedhje, sepse s'kemi kandidat. Ne promovojmë idenë tonë. Unë nuk mund të bëj fushat dhe të kërkoj përkrahje as për Ivanovin, as për Pendarovskin, as për Ilyas Halimin, as për kandidatin e një partie Grom që quhet, sepse nuk janë zgjidhja e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe nuk plotësojnë standardet të cilat ne i kemi kërkuar. Mirë, në qoftë se kalojmë të zgjedhjet parlamentare, ju keni bashkë qeverisë së bashku me Gruevskin. Çka do i thoni elektoratit gjatë kësaj fushate? Ku është përgjegjësia juaj për të kaluarën? Çka keni fitu si palë shqiptare dhe çka nuk keni arrit
me realizu premtimet e juja në fushatën e kalume? Me çka i kënaqën, me çka si i kënaqën? Është interesant, sepse ky mandat do të jetë shumë i rëndësishëm për shqiptarët, sepse kemi dy kapituj. Kapitulli i parë është 10 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, dhe kapitulli i dytë është 10 vjeçari i dytë, decenja e dytë e pas marrëveshjes së Ohrit. Në kapitullin e parë janë mbyllë çështje shumë të rëndësishme për avancimin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Duke filluar që nga arsimi i lartë deri tek gjuha dhe përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve, ndarja territoriale, që është një kapitull shumë i rëndësishëm, gjithashtu edhe amnestia për ushtrinë qëllimtare kombëtare, që është mbyll me ligj dhe me interpretim autentik, sepse e vun në dilem një pjesë e partive politike maqedone, dhe sërish ju bë interpretimi dhe u votua për atë amnesti të cilën e kishte miratu Parlamenti i Republikës së Maqedonisë. Këto janë me fjalë pak, por janë kapituj shumë të mëdhej për avancimin e çështjes shqiptare në Maqedoni. Vetëm të përmendej këtu që shqiptarët deri në 2001 kanë qenë të përfaqësuar me 2% në administratën e shtetit dhe në administratën publike. Sot janë me 20%, sot janë shqiptarët të përfshirë në të gjitha nivelet drejtuese të shtetit. A ka edhe shumë punë? Po, sigurisht ka edhe shumë punë. A ka edhe digastere ku shqiptarët nuk janë të përfaqësuar? Po, në mungesë të kuadrit, në mungesë të eksperiencës, ka edhe shumë digastere që duhet të punohet. Po tani më hym në decenjen e dytë të pas marrëveshjes së Ohrit, me çka ne kemi hapë edhe këtë kërkesë të shqiptarëve. Nuk është kërkesë për përfitime të politikës ditore të Bashkimit Demokratik për Integrim, por është një vlerë që do mbetet për të gjithë shqiptarët, siç janë vlerat që do mbesin për shqiptarët arsimi i lartë, gjuha, ndarja territoriale, edhe për ata shqiptarë që do lindin pas shekujve që do vinë. Ne përpiqemi të ndërtojmë këto vlera që do mesin pasuri edhe atyre shqiptarëve që do lindin pas 100-200 vitesh. Do i pyes pak për kryeministrin Gruevski që jeni në bashkëqeverisje. A keni pas një moment apo shumë momente kur ju keni thonë që ne do ndërprejmë koalicionin bashkëqeverisjen me Gruevskin, do dalim nga qeveria, pasi që në shumë të në rasteve është kriju një opinion i brendshëm, po dhe opinion ndërkombëtar, që Gruevski ka lujt një farë loje edhe me bashkësinë ndërkombëtare, por edhe me shqiptarët në Maqedoni. Shme, as unë as Nikola Gruevski nuk jemi në situatë që mund të luajmë as me bashkësinë ndërkombëtare, po as edhe me komunitetet që përfaqësojnë. Po që ka lujt me Maqedoni, se ka izolu Maqedoninë. Mendoj që buxheti nuk ka shku në shkolla në qerë dhe po ka shku në ato përmendoret atje që i ka bën i Vargevi, jo me Aleksandrin e Madha. Mendoj që pavarësisht atyre veprimeve me Aleksandrin e Madh dhe me disa statuja dhe shtatore që janë vendos, është një farë mënyrë edhe rivalitet mes shqiptarëve edhe maqedonasve. Pavarësisht
mënyra vetë se si janë zhvillu dhe se si janë financu këta projekte. Por edhe ne kemi projekte me mbulesë nga fondet e shtetit, të natyrës, kulturës dhe të ngritjes muzeve, apo ngjarjeve historike që ka ndodhur. S'do të thotë që nuk ka vend për kritikë në këtë drejtim. Megjithatë, fjala ime ishte që ne nuk jemi në pozitë që të kërcënojmë dhe të vendosim në situatë pa ndonjë zgjidhje qendra ndërkombëtare të vendosjes. Maqedonia është në një udhkryq. Bile në mënyrë simbolike unë gjithmonë po e shfrytëzoj se aksidentet për herë ndodhin në udhkryq dhe nuk ndodhin ku është rruga me lakesa. Lakesat i kalon, por kujdesi duhet në udhkryq. Dhe gjithmonë kam kërkuar që komunitetin ndërkombëtar të lehtësoj me angazhimet e veta, që ne sa më parë të vim tek një zgjidhje që duhet të zgjidhet, problemi me çështjen e emrit, ridefinimi i emrit të shtetit. Unë i kam kuptuar bashkëqytetarët e mi Maqedonas, e kam kuptuar edhe Nikola Gruevskin që nuk e ka lehtë. Mirë po, ne zgjidhje dhe alternativë tjetër nuk kemi, sepse sipas marrëveshjes që është bërë në 93-ën, thot Republika e Maqedonisë merr angazhim për ndryshim dhe ridefinim të çështjes së emrit, dhe deri në ridefinimin e çështjes së emrit, palët nuk do e pengojnë njëra tjetrën për angazhime në institucione tjera ndërkombëtare. Dhe tani më është koha që ky moment duhet të ndodhë. Dhe a mund ne vetë të zgjedhim? Jo, s'mund ta zgjedhim. Në radhë të parë, ne si shqiptar kemi pajtueshmëri që të gjendet një kompromis i pranueshëm edhe për bashkëqytetarët tanë Maqedonas, por zakonisht rrohet problemi pse ju nuk bëni hapin e dur si shqiptar. Ka shumë çështje këtu që vendoset me marrëveshje midis dy komuniteteve të më të mëdha. Do thotë që kërkohet konsenzus. Ka gjëra që edhe Nikola Gruevskit nuk i pëlqejnë, për shembull ndarja territoriale. Nuk i pëlqen. Mirë po, për të abrogu ligji për ndarjen territoriale, sigurisht duhet konsenzus etnik. A thot duhet vota edhe shqiptarëve. Kështu që kjo çështje më është e paprekshme, ndarja territoriale. Edhe për çështjen e emrit. Unë i kuptoj dhe unë përpiqem që ne të arrijmë një mirë kuptim deri tek zgjidhja e pranueshme edhe për bashkëqytetarët tanë Maqedonas, sepse interesin e përbashkët e kemi shtetin. Dhe shteti ynë tani më ndodhet përpara proceseve shumë të rëndësishme, jo vetëm se për ne, po edhe për rajonin. Arritja e zgjidhjes së çështjes së emrit ne më njëherë na hap rrugë drejt antarësimit në NATO, sepse për vendin tonë nuk ka nevojë të thirret summit. Me automatizëm marrim ftesë për antarësim dhe hapet negociatat apo jepet data për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Antarësimi në NATO, dhënia e datës për negociata, është në të mirë të gjithëve, edhe shqiptarëve, edhe të maqedonasve, edhe të rajonit, edhe për Kosovën dhe Shqipërinë, edhe për Bullgarinë dhe Greqinë, është në të mirën e tyre, sepse do kemi një rajon më stabil, do kemi një paqë dhe siguri më të shndrueshme, do të kemi një zhvillim më të mirë ekonomik, sepse kështu të izoluar
ne po kthehemi pas dhe pas zgjidhjen e këtyre çështjeve të pas zgjidhura, ka hezitim edhe për investime, edhe nga vendorët, edhe nga investitorët të huaj, sepse çdo investitor kërkon siguri. Dhe për këtë arsye unë mendoj që ky është një mandat shumë interesant, një mandat që duhet të mbyll tema shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit. Kam edhe dy pyetje, njërën do e ndërlidh me kryeministrin aktual Hashim Thaqin që i bëhet një akuzë për mendimin tim shumë absurde, po një të akuzë vjen edhe tek ju, zakonisht këta pro-Jugoslavët në Kosovë, kur dojnë me godit Hashim Thaqin për konferencën e Rambujës, asnjëherë nuk e thonë të vërtetën që në bazë të draftit parë të marrëveshjes, në Kosovë kanë pas me qenë edhe 7.000 forca policore edhe ushtarake. Por thonë që vonimi i kësaj marrëveshje, do të thonë refuzimi i kësaj marrëveshje derisa u bë konferenca e Parisit, ndikoi që të fillojë një ofenzivë të mërshme, hynë forcat serbe, gjësa ato nuk ishin në Kosovë. Në njëjtën kohë, disa individ dhe opozita juve jo akuzon këto se për shkak të rebelizmit juj keni shkaktu gjakderdhje, keni organizu luftën, keni vra, shumë djemë shqiptarë në vra shkaku i juj. Ashtë kështu apo jo dhe cila është përgjigja ndaj këtyre akuzave? Duke e menjanu me një anë edhe shërbimin sekret serb të Beogradit, që her pas her ka ndoshtë një shantazhu për mes dosjeve që rezultoj që janë dosje të përgatitura falcë. Tash, asnjëherë ne nuk e kemi kërkuar luftën. Ose që në vitet 80-ta. Dhe më vjen mirë që jemi bashkë në një tavolinë. Kur kemi filluar nuk kemi aktivitetet dhe primtari, ne nuk bëm platformë lufte, ne bëm platformë shumë paqësore. 1981. Kosova bëhet republikë, shqiptarët Maqedoni të jenë të barabartë me Maqedonët, Lugina e Preshevës, Mali i Zi të trajtohen si komunitete ashtu siç trajtohet komuniteti serb në Kosovë. Do thotë politika dhe qasja jon, platforma jon ka qenë shumë njerëzore dhe shumë demokratike dhe kjo nuk gjeti vend. As në Beograd, as në Shkup, as në Podgoricë, po ata u sollën si harbut. U sollën me mjetet më të vrashta deri në eliminim të njerëzve, aktivistëve. Kujtohet ju që se i gjunin si patate prej dritarëve në Ferizaj të burgosurit dhe i përplasnin në Kaldërmau. Sa djemtëri janë hedhë nga dritarët. Sa të burgosur pati. Mbi 20.000 student. Në Maqedoni nuk mbet studenti pa burgosur nga 2 muaj. Për të na ndërgjegjësuar se që kishëm na ishte përzier mendja. Të gjithëve na futën në fallak. Me gërbaq. Sa qina vite burgu i dhanë lëvizjes studentore. Dhe asnjë hap nuk bështe. Lindën partit legale në vitet 90-ta. Shtronin kërkesa. Qa u bon? Nga universiteti kaluam në përshpia private. Asnjë hap nuk bëheshte përpara. Po flas si tërsi, po flas tek shqiptarët. Sepse eksperimentet Beogradi ka bërë me shqiptarët në Maqedoni dhe tani janë aplikuar në Kosovë. Suksesi i këtushëm tani apliko në Kosovë. Iku lufta e Kosovës. U bë. Përsëri nuk reflektuan këtu. Ose para lufta, kërkuan shqiptarët në Maqedoni.
universitet, a e vranë për Universitetin e Tetovës. Abdul Selam Emini u vra, 10 të tjerë u plagosën. Në 97-ën kërkuan zyrtarizimin e flamurit shqiptar. Gostivar, vran, njerëz vran, i torturun, i masakrun shqiptarët. Prish kulme, prish shtëpia, prish avlleja. As pak nuk vendoseshin çështjet për zgjidhje në mënyrë paqësore, me dialog, me mirëkuptim. Po gjithmonë tregoheshte, demonstroheshte forca dhe shteti është vetëm joni. Do thotë një spali, palës Maqedone. Thotë gjithçka Kosovë e Maqedoni e imponuar është rezistenca. Dhe s'ke pas rrugë tjetër përveç të përgatitesh për rezistencë. Nuk kanë ecur mjetet politike, të aldheni 90, përpjekjet i bëmna. 90-ën u provu një vjet me lëvizje 2 paqësore në Kosovë, Maqedoni, parti politike, shqiptarët Maqedoni mbi votoheshën, asnjë ligj nuk kalonte në parlament, kështu që spaku unë ndërgjegjen e kam të pastër. Pavarësisht akuzave. Dhe unë një punë e di që Skënderbin me ngrit figurën më të madhe edhe Adem Jasharin, që gjithkohë e respekton dhe i respektojmë, për një javë behane dhe sulme sa të duash do u bëhen. Për këtë unë jam i vetëdijshëm. Por nga një analizë që pa e them kështu në mënyrë sa për një shpjegim. Jo që e ka bërë Ushtria Shërimtare Kombëtare, jo që e ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim, por studim që e kanë bërë ekspert ndërkombëtar, lufta e Ushtrisë Shërimtare Kombëtare e ka përshpejtu çështjen shqiptare për 30 vite në Republikën e Maqedonisë. Këto procese që kanë ndodhur, fillimi i këtyre proceseve që kanë ndodhur në 2002-shën, a thot, do bëheshin në 2020-ën apo 30-ën do realizoheshin. Këtu ndryshu statusi politik dhe juridik i shqiptarëve. Pavarësisht tani që nuk u pëlqen oponentëve të mi, po e drejta e tyre është që ato le të flasin, le të bën komentet dhe analizat e tyre, populli është ai që vlerëson. Pse shqiptarët duhet që votojnë juve e të mos e votojnë opozitën tjetër shqiptare? Me çka ju jeni më të mirë? Se s'po folëm për opozitën maqedonase, po me çka e bini elektoratin se duhet me vazhdu ju edhe një mandat me qeverisë? Këtë vlerësim e bën votuesi. Këtë vlerësim po veç masi të bëni ju. Pse unë me votu për ty, për shembull, ose fëmijëve, se tash i ke fëmijët, a votojnë edhe dytë, edhe djalë edhe vajza? Po, votojnë. Mas pari duhet fëmijët me i bindë. Se ti e din që fëmijët tonë s'menojnë bashkë si ne, ja? Ne lejojmë edhe mendime edhe të ndryshme. Po babë s'du me të adhon ty votën, du me adhon dikuj tjetër. Debatin e lejojmë. Por unë mendoj që ne jemi misionar. Ne jemi njerëz të përkushtimit dhe të materializimit dhe jetësimit të platformë e cila i ka avancuar shqiptarët dhe këtë shqiptarët pa e prekin në Maqedoni, unë thash edhe më herët, atë që kemi bërë ne, njerëzit pa e shohin, e përjetojnë, e prekin, duke filluar që nga arsimi,
ai flamur kombëtar që val vitit I lirë dhe I garantuar me ligj 5.000 euro kryetari I komunës ka dënimin nëse nuk e kanë tavolin të punës dhe përpara komunës flamurin kombëtar shqiptar. Kur dihen sakrificat e pa numërta që janë bërë për atë flamur dhe populli vlerëson ndarja territoriale, gjuha, polici në rrugë, administratori në zyrë që e pret me gjuhën e vet, I bën shërbimet. Këto janë gjëra që njerëzit mbase kur unë braktisa koburën dhe hyra në politikë dhe thash që unë me shokët e mi, me bashkëveprimtarët e mi, do bëj këtë. Pa I egzageruar gjërat, por duke u thonë të vërtetën. Në këtë mandat do bëjmë këtë dhe e kemi bërë. Pa përfshirë këtu infrastrukturën, investime që janë bërë në përvendbanimet shqiptare, pa hyrë këtu që nuk ka buxhet shteti, pa marrëveshje, pa konsenzus, pa hyrë këtu, se kemi edhe shumë punë për të bërë. Dhe ato shumë punë që na presin njerëzit të cilët ne u kërkojmë mbështetjen e din që ne do I bëjmë. Unë thash në fillim, ky është një mandat shumë interesant, ky është një mandat shumë I rëndësishëm. Nga decenja e parë, bëjmë hapin e dytë në decenjen e dytë, me gjëra të rëndësishme, edhe për shqiptarët, edhe për bashkëqytetarët tanë, Maqedonas, Serb, Turq, Vlle, Bosnjak, Rom, që jetojnë në këtë vend. Ne nuk mendojmë për avancim, vetëm të pjesës sonë. Ne mendojmë tani se kemi ardhur në një situatë që duhet bëjmë kapërcime shumë më të mëdha, hapa shumë më të mëdha drejt sigurisë më të madhe, dhe kjo siguri më e madhe vjen duke qenë në NATO, Bashkimin Evropian dhe heqjen e kufive si pengesë shekullore që është paraqit në Ballkanin perëndimor. Ne duam nga Athina në Stockholm, pa kufi, pa barakada, në paqë, në stabilitet, në siguri dhe në pajtim të plot. Kjo është motoja, vizioni dhe misioni. Por të pa kompromis, të barabartë në këtë vend, që është edhe vendi jonë, në këtë republikë, që është edhe republike jona, tapi nga të parët e lënë dhe e ruajtur me fanatizëm. Ne I dalim zot tapisë së parëve tanë, por gjithmonë duke synuar që të afrojmë hapat sa më parë, Athinë, Stockholm, një hapësirë e përbashkët. Të nderuar teleshikues, kjo ishte e tëra që ne emisioni Parrotlla kishim përgatitur për sonte. Ne do rishihemi përsëri të martën që vjen. Deri atëherë, natën e mirë shqiptar kudo që jeni, natën e mirë sidomos ju të dashur mërgjimtar që na ndiqni përmes valve të radio televizionit Kosovës. Redaksia jonë në mbyllje të këtij emisioni ka vetëm një porosi. Meqense rrugëve të Kosovës po ndodhin vrasje të përditshme, aksidente të rënda, përpos kritikave që ne kemi drejtuar ndaj ministrit të punëve të brendshme dhe shefit të policisë, këto kritika vlejnë edhe për shoferët të cilët nga pakujdesia e tyre çdo ditë po shkaktojnë vdekjen e qytetarëve tonë nëpër rrugët e Kosovës. Prandaj kujdes në komunikacion, ruajini jetën e të tjerëve. Natën e mirë.